Me të vërtet, namazi ndal nga punët e këqija. Kjo është formul, kjo është rregull. A ka mundësi që njeriu me një namaz të ndroj, ka mundësi që nuk ndron. Me 2 namaze, ka mundësi që nuk ndron. Me 3 namaze, ka mundësi që nuk ndron. Po themi me 1 ditë, me 3 ditë, me 1 javë, me mirë po, që njeriu besimtari të falet, po themi me namazet e tëra, të falet me javë të tëra, të falet me muaj të tërë, aq më keq, ndoshta të falet me vite të tëra dhe nuk ka arrit namazi që ta ndroj besimin e brendshëm të tij në raport me Zotin, bindjen e tij, ta distancoj nga punët e këqija, ta largoj nga veset e këqija. Atëherë është problem. Atëherë ne adhurimet i kemi kufizuar vetëm në aspektin e përjetimeve momentale. E që pastaj ekziston edhe një frikë, ndoshta e kam gabim, dhe shpresoj që ta kem gabim, shumë më mirë do të ishte sikur unë ta kem gabim këtë konstatim, por ndoshta shpesh herë adhurimet të caktuara, njerëz të caktuar i përdorin sikur një lloj përpjekje që të shlyjnë disa nga gjunahat të cilat ata i bëjnë, që të kenë më të lehtë pastaj veprimin e atyre gjunahave edhe kthimin e origjinalitetin e tyre. Sigurisht se adhurimet nuk e kanë këtë qëllim. Andaj është e dhëmshme. Nuk është e dhëmshme, po flas në këtë rast ndoshta me një nivel të caktuar, sepse dëshira jonë përveç atyre përgëzimeve të cilat i banëm, përveç atyre urimeve të cilat i kemë për njëri tjetrin, përveç mendimeve të mira, po dëshirojmë që të ngritemi në një shkallë të cilën këto mësime na kanë mësu. Andaj, është e dhëmshme që njeriu ndoshta ta ndjej kënaqësinë e leximit të Kuranit, por mos ta ndjej kënaqësinë e zbatimit të tij. Është e dhëmshme nëse dikush prej neve e ka ndi afërsinë me Zotin e tij në kohën e namazit, por nuk e ndin këtë afërsi të Zotit kur del jashtë në dynja. Nuk bën që njeriu ta ndi afërsinë me Zotin në kohën e lutjeve të duave dhe mos ta ndin afërsinë e Zotit në momentin kur para tij gjinden, po themi, udhkryqet të cilat ai duhet të zgjedhë se nga duhet t'ja mbaj, në atë cilën e kënaq Zoti apo në atë cilën kënaq egot dhe lakmit e tij. Është e papranueshme që njeriu të jetë afër njëri tjetrit në saf e të mos jetë afër njëri tjetrit në dynja. Pra, të jetë afër njëri tjetrit fizikisht në saf e të mos jetë afër njëri tjetrit shpirtërisht. Është e papranueshme që njeriu, po themi, të sakrifikojë, të mundohet, të përpjekët që të jetë i mirë me të tjerët, e të mos jetë i mirë me prindrit e tij, e të mos jetë i mirë me gruan e tij, me familjen e tij. Por këtu ka një problematikë e cila këto adhurime të cilat i bëjmë janë përjetimet të momentit dhe nuk po arrin që të jenë ato të cilat e orientojnë pastaj dhe e drejtojnë mendimin ton dhe t'jen udhërëfyesi jonë për tek ajo cilën Zoti Xhellashanuhu don nga ne të na sheh.